Kush ka thënë ashtu? Kush po thënë ashtu? Tashmë veç ka përfunduar çako shtëpia, au mërzitet që përfundoi si projekt. Për bes po, u mërzita. Ishe dashura e Chandler. Një fartip ti për annoying është ashtu. Karakteri jam të çako shtëpia u kon si karakteri i qasaj. Për publikun e gjan, unë prej seriali çako shtëpia. Hala njerëzit kujtëstare në rrugë, kujtëstare. Hala thirrin kujtëstare. Unë ka ra më shumë me punu me Grayson, se sa me Teuta. Aktorët kohëve të fundit janë të thonë që aktrimin nuk ta njihin si punë në Kosovë. Çka thë Donika për këto? A njihin tamam si punë çtash? Kush ka thënë ashtu? Kush po thënë ashtu? Ti kallzojën. Ta ballafaqoj që ka thoni profesori jam. Herë çfarë po të kallzojnë kush ka thonë? Herën e fundit që u kanë emision tonë, u kanë Alban Rexha edhe tha që në Kosovë aktrimi nuk ta ngjejnë si punë, nëse jemi në autobus ose me dikon në qytet thonë, "Okej, aktor, po a ke dhënë ai punë tjetër, se veç me aktrim nuk mundesh me ato." Okej. Do të thonë ki fjalën për njerëzit lek. Po, ata që nuk kanë lidhje me aktrim. Okej. S'po di çfarë më thonë, ata e kanë mendimin e vet. Kanë drejt me shfrej drejtën e vet, unë për veti punoj, paguna prej saj pune, jetoj prej saj pune. Sa mundet me ja dal njëri më kanë aktor në Kosovë dhe me ja dal me jetu mirë veç prej aktrimit. A do të thosh më pas tash edhe një punë tjetër. Shumë mirë, perfekt, ja del. Sidomos nëse je një aktor i angazhuar, ja del shumë mirë. Kështu që s'kam çka më thonë ma tepër tek kësaj. S'po di në çka po don më thellu më shumë. Unë absolutisht e konsideroj si punë reale, edhe bile është kogja punë e vështirë. Nëse e kisha krahasu me diçka, e kisha krahasu me punën në një detektivi, ose një hetusi që të në kohën është në kërkem të diçkaje, ose hulumtuzve shkencor, është punë reale. Dhe më thënë, nuk është ha ha ha, hi hi hi, ju shkoni aty knoqne. Është punë që besëm që nga njëherë kena prova nga 12 orë, edhe lodhësh, djersitësh, shkaravitësh në për tokë, nështë asë nuk hanë, se që atë pauzën e drekës gjodon me mësu një tekst ose diçka. Do më thonë, na i lojna shpirtin që atë është, që publiku më ardhë dhe me pa diçka të vërtet që thash edhe ma herët, kështu që unë nuk e di çfarë kriterësh tjera du të me pas një punë për me qenë punë e vërtet. E çfarë kriterësh du të me pas një person për më bua aktor? Se unë thash edhe para se me fillu intervistën, nashta gazetar, këngëtar, aktor janë mas shumë të në Kosovë. Kanë kry shkollë, s'kanë kry shkollë, mundesh më bua. Dhe në me një farforme njerëz të shohin që po u bo viral një njeri dhe thash ka bënu aktor, ka bënu gazetar, ka bënu këngëtar. Shka menon për këtë pjesë? Për mua është e dame si me thik, kush e ka të kry me Akademinë e Arteve, për mua është aktor. Të tjerët janë njerëz që janë të apasionum, që nuk ka asgjë një gjatë keqe, po për mu, aktor janë ata që e kanë përfundu Akademinë e Arteve. Unë e përdu me të pyte dhe pak sa e përket çako shtëpis, pelojna këtë pjesë anash, se marrova të la pjesë anash, më do këtë që saj dhe më ka mush të la pjesë anash. Tash ma veç ka përfundu çako shtëpia, au mërzite që përfundoj si projekt? Për bes po, u mërzita, nuk e di. Unë nuk e kom pas si informatë, se unë te çako shtëpia jam kon on and off. Bile shpesh e krasoj vetën, a e ke pa serialin Friends? Jo, patjetër, unë s'këshyri filma. E është aty pra që po ta tregoj unë edhe për publikun e dashur që kanë mujtë me fa. Ishe dashura e Chandler. Një fartip ti për annoying është ashtu. Karakteri jam të çako shtëpia u kon si karakteri i qasaj në te seriali Friends, që u kon her po, her jo. Edhe kur më shkrujti në seri më tha Donika pëdon a kemi marrë dhe kemi me gjiru epizodën e fundit të serialit çako shtëpia, po kam qef me qenë pjesë, a dena je e gatshme. U mallëngjeva, me të vërtet u mallëngjeva, se u jem kon shumë, në vit dytë nuk e di, nështë e kam gabim, qash sa po memoria jam, po din me kujtu, jem kon në vit dytë fakultet, edhe unë jam rrit me serialin çako shtëpia. Edhe jam shumë falenderuese prej Naserit që ma ka jep qatë besim, edhe ma ka jep edhe qatë hapësirë. Edhe me një farforme
për publikun e gjanë, unë prej seriali që ka shpia, hala njerëzit kujtëstare në rrugë, kujtëstare, hala më thirrin kujtëstare. Kështu që po mërzita, ma shumë për vetën, u mërzita për kolegët, për Fionën, Dardanin, Irenën, krejt ata që ishin aktiv aty. Se për ata është nështë një farë dhimbje dhe shkëputje ma e madhe, se di. Edhe publik, edhe si publik, kur jetu e këshyrë një serial, edhe të krye qaj seriali i preferum, mërzitësh, e lemo kur e ke punu edhe ke jetu me qatë eksperiencë 11 vjetë, është pak edhe mshme. Po edhe jam, nuk po i me thonë jam krenare unë, po jam e lumëtën për naserin si producent edhe për ekipën që kanë mujt me e përmbyllë si serial. Se shumica e serialeve në Kosovë kryhen me shpresën që ka me vazhdu, edhe mbesin pa përfundume. E kjo që ka shpia, dhe më tonë ndështë është i vetëmi serial se di që përfundoj, e pat një përfundim. Edhe u kuptu që përfundoj. Viq zdi pse më shkoj për një moment kafeneja jo në men, që dhe më thonë, o kryje ma ndej po pritet me fillu apetje, nëse ndishka, jo kështu? Nuk e di, nuk munde me folë, se nuk po du me bo gabime, nuk e di që ka ndodhë me kafenin tonë. Jo, asën nuk e di, vishtisht që kena po e lajme, dhe më thonë, pjanisës, po bojt, po më doke që dhe ta i ka një përfundim, nuk e di, nuk jam e sigurt. Që apshe që s'bëm më gut me folë njëre. Po më duke që ata e ka një përfundim, po ka ndosh me bojnë ashtë reunion, një ribashkem. Nuk e di. A u kon ma let me punu me Gresën a me të uten? Ty t'ka ra me të dyja? Më ka ra ma shumë me punu me Gresën, se sa me të uten. Me të uten kemi punu në shfaqje bashk. Po let me të dyjat. Po besoj që thashtë edhe ma herët, teamwork, dreamwork.